Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë një lajm shumë të bukur. Në këtë natë të madhe, në këtë natë të bekuar, duke ditur që Gjesti ka patur një lidhje të jashtëzakonshme dhe vazhdon ta ketë të lidhje të jashtëzakonshme me besimin e tij, Zoti vuri dorë tek drejtësia. Zoti vuri dorë tek fati i Gjestit. Ditën e sotme, në këtë natë të Bajramit, Gjesti është liruar nga paraburgimi. Një paraburgim që në fillim u tha për 30 ditë që më pas Gjesti të merrte masën e dënimit, por siç duket faktet kanë treguar krejtësisht të kundërtën. Fansat e Gjestit, familjarët e tij janë tepër të gëzuar, lajmin e ka bërë të ditur advokati i çështjes. Në fakt nuk është se ka dhënë detaje rreth ngjarjes se çfarë do të ndodhë në vazhdim, nuk është se ka dhënë detaje rreth çështjes se si do të merren masat për Gjestin, a do të ndjekën burg apo jo, por gjithsesi Gjesti është i lirë. Të gjithë janë gëzuar, sidomos fansat kanë filluar duke i uruar Gjestit në këtë ditë, kur edhe sot Gjesti ka një pikë tjetër, është liruar pikërisht në ditëlindjen e vëllaut të tij që Gjesti tashmë e ka humbur. Besoj që Gjesti do të ketë një prenoncim në rrjetet sociale për të gjithë ndjekësit edhe fansat e tij. Unë i uroj lirim nga burgu dhe uroj me zemër që Gjesti të vedisohet dhe të mos të bëj më gabimet të cilat i ka bërë në rastin me kompaninë Onima. Edhe pse drejtuesi i kësaj kompanie, Erkant Shabani, tha që do të nxirrte video ku Gjesti kishte kërcënuar edhe më herët të kompani, por tashmë do të shohim se si do të shkon sipas ligjit. Advokati i Gjestit ishte tepër i gëzuar dhe këtë lajm të gëzueshëm ju a dha të gjithë fansave.